në Dobravë kojim pam aty që aty ishë burgu i mushën. Në është dhepe nga autobusi ishin rështu në dion të kraut, ishin rështu, do thëtë paramilitarë, policia, ushtare, drejt Qibiri, edhe burgu ishte rrëdhën në 3 parë istikame, do thëtë, me 3 parë, dhe kishtë civile, të gjithë të armatosin ishtë. Pas e aty fillun, do thëtë, godite me dipshike, me shkopigo, me metalje, do thëtë, shumë vetë kishin thuj brinje, kishin gjakderdhe, thuj dhombe, e kështu më radhë. Edhe në vendosin pavionin A, pavioni A i pranimit. Në sistemun e Barbanesa, pas e vishin me rreja aty, do të thëtë gjdo 5 minuta, 10 minuta vishin me shujat në lefi shtazark, edhe gjdo qëli që qërshin ata ishin, jo për me rreja, kështu si, që pak si marrë një zori, po ishin mirë ma shtazarka, ma barbare, do të thëtë 5-6 vetë një, bibi, kështu, u kryoke një ullërim që të rënësat këtupri. Kishtë detaje tjera kur letra barë se pranoj edhe në gjyrën e stëllopës për mishit, qështu që ka ndohë. Por për fatë mirë, pasër, s'kishim hongre ja 6-7 ditë bukë. Do thëtë edhe në ditën e dytë, sa më rrimë dhe bravo, do ta 21 ka qenë nëse s'gaboj, së të një 20-a, që ditash, e kam qënu në mirë të datë, me s'gaboj, si nga të rritë datat. Në thanë edhe më shumë hongër ushqimin në kuzhinë. Kuzhina është një lakësi diku mbi 100 metrë. Edhe shqiptarët ishin, do thëtë, gjithë ngojun në për Biruca, në për Qëli, dyrët ishin pa më shumë më kapë më thuj. Do thëtë, vetëm Sebro Malazes që ishin mrena, mesin e tyve ishte edhe një shqiptar nga Varka Shkotës, drejton Spiro Pjetri, që ishte në krah, do thënë, Sebro Malazesve. Se kënë vitin 97 i kishte vrarë 2 vetë familjes të calë, sa në deqanë. Dhe ishte akuzun për vrasje për i pa denuar, e këshin pruvën në Dobravë. Të shku rrogës na, do thëtë, sa i mërë në kuzhinë, është një kuzhinier shqiptar. Tha, buka nuk është gati këthej edhe në Qili. Në qëto momente, në u këthym, në ato i ka ra, do thëtë, i ra këse një kuzhinës, në apështum për i gjim. Ma shkuj që në 50 vetë ato i sa ishë. Po vranë 3-4-5 vetë Serba Malazes, do këtë edhe shqiptarë vrasë, si Gjellbers aty, të cilin kanë bo bukë për 980 persona, do dhe. Plus për 980 shqiptarë, plus edhe 21-2 Serba Malazes që ishë. Mas i u këthujmë na, mbas i radhë drejtorisë, e pritëshim radhë në ditë, pas dite, jo, drejt, mes drejt, për më shku më marrën pyetje. Ta shëty dëshmi të bodhe në damin aty. Mi akuzu të aman për të rritëm, një pjesë dogën mi shua, që pjesa që më ndëshin që duhet më shku, duke më shku kom. Të merën aman prej Dobravës me kom më shku atje kom. Shatë gjekë e rrugës. Kështë edhe që kanë pas që i këshin krypë dënimin, s'ka pranu më dalë jashtë. Edhe metëm qashtu edhe filloj bombardimi, unë bombardu drejtoria nga NATO, o vra një 2 serbë dhe një gardian aty, në thënë shka ishin, u shpërthyn morët e rrethuset burgut, e i shkon për fatë ke stonin, për zë stonin shkone, edhe na metëm mes si gladiator të vdekjes, do thëtë mes të borrit, do thëtë ishim 908 vetë. Edhe ndërko, me datën 22, u mbledhëm gjithë, u futëm kuzhinë, se kuzhina ishte rënjone, me gjithë në ushqim, në rrizë buka, për dishka. O për fatë mi e gjeta 2 vohë, shiko? Edhe i bom që ashtu 2 vohë, i hongëm 3 vetë që aty, që 2 vohë. Po, kjesh mesh aty, që ishin i papërgatitin, në të komorat e të tëfti që ishë. Edhe mesin atyre kjesh edhe disa të burgosin që ishin nga tortuar, që ishin rrej shumë, ishin plagos, më zi që rrishin kom. Edhe në shkoj pak kohë dhe vendomë që shka me bo. Ndërko, thamë që duhet me dalë. Do thëtë, në mbramin, jo, pas ditën e dati 21, thamë për shkojmë në terrenet e hapta sportive, të vëzhgimorët nëmër 4, 5, 6, aty ishin një teren e madhë. Edhe thamë që të përrim. Barkortin, shkijet, të shkojmë në tamon që shinia, mes në zonë, ashtu të i vra, të një lërima, se shumë keq ishe. Edhe morëm gjithë kaj batani edhe u vendosim aty peshtë, sa di unë peshtë 20 vetëm i vendosë. Tjetën vendos, jenë shenë për puseta, dojnë hipën ngypat të zemjes,
Dojmë shenë në për shkapedi pavionët e veta që kanë pas ato, që kanë mënua ta mas miri. Edhe është data 22 mëngjesit, do thot 5 një qerek që është, kur pëndëgjojmë traktorin mrapa mureve rrethuese burgut, traktorin tu lëviz, 2 traktorat du lëviz. Ata këshim pasil mina hec. Edhe përballë kishim të pasqyre që aty, dhe kishim vëzhgore numër 3. Atëherë ka qenë 3, po tash i ndrui numri, ishte bo zdi çfarë. Edhe unë ngritëm kom, thamë di shka pëndodhë, po s'ishim gjo. Ndërkohë për vjesë këtë drejtën Svirro Pjetri, nga Vraka Shkodrës, edhe tha rështoni, shqipfoli, tha rështoni, tha si keni më shku për nish. Për rështimi zbotën, fund burgit, fillim burgit bote, kamionat ishin anë krejtë. Edhe kjo kish një automatikë në dorë. Ndërkohë hini mrena, e la automatikën, e mor raketën dorë e zolla, që ishin rështu, ne? Shqili me shok të vetë që ishë borën. Edhe qëllojt mesin e të rësturve. Edhe aty, më thëmë, në qinat e sekundit, fillun granatimat më barbare. Apo do fillun gjujtë me dulbis në bërë nga vëzhgimorët, nga automatikët, nga mina hez, disarë pa ndërprej ka në shu, do tëtë aty u vranë bi 120 vetë që aty prejeri. Edhe, më të kazu drejt, unë isha plagos me datën 21, kur një të bombardisë, se përmenda ishte plagos e ime ishte letë në krasim e tjerë, isha plagos e gjuhë. Zotri Caka, cili ishte momenti ma i fështirë që jo e përjetuat në burgun e Dubravës? Datë 22. Da ta prini plagos? Po, që aty. 21 plagos, a 22 ku ishe ato. Edhe gjithë ikem prej atyte edhe ostërhum në për podrumet e kuzhinës dhe tjesat qera. Edhe rreth orës 2:03, dullëm në bërë, më thanë, për organizomi mi shkorthi burger me dalë. Dhe dyshë ishë abstraktish. Edhe nga shku me thujmë atë salën e gjimnastikës, e borëm një litarë, mi qitë litarën, e morët ishin 7-8 metra, litarë i trash që ka që pa dhe ishin papalugji me asi. Aty rreth mure, ku ishin shkërthi murët, aty ishin të najtë paramilitarët aty, qaj që kalëm mi vërë. Edhe ndërko, për vjen një shok i joni aty, një shok i burgë, që se di ata, e për mua është e faqezia, e i poshtëre, në ka njëmat poshtë e saj, që boni atë punë zesë. Tha, Gjakob bre, tha se i një shumë vetë. Po tha, shumë ishin pak metëm, se o vranë 12 vete, u plagosën 47. Tha, shë dhe frika, tha, si shë kuj mi thonë, edhe ti me mu më vrati me me të fajtorëni. Tha, shumë mu më shku për veti. Më në kisha nga të aty Maki Bëgollin, Arsim Kollashin, dhe të edhe Ren Krasnicin. Këtë Mohamed Krasnicin, ta ishin luftarë që ishin në zonë, do thëtë, lutë ishin pruat. Unë i kisha nipin, Maki ish nipi jam, i thash Maki rreti, se unë kom të mi ti pa martu në rreti. Ja, ata dojë, tha rreti, se i kjetë mi të voqët. Zotri Caka, e dim që është shumë shtirë të kthejeni në këto momentet shtira, nëse do në bojmë pak... Jo, më që. Nëse do një shërbeuni me uj pak, edhe... Zakonisht rrëfimet e tilla është e pa diskutueshme që të shoqërohen palot, sidomos se derisa po flisni, tani mendoj si film, po ky është realitet. Bona çudi ku ma ditë janë, iki shkoj.